Fakti që nuk jena të përjetshëm, edhe që nuk kena me jetu përjetësisht në këtë botë, nuk duhet me na frigue, nuk duhet me na shqetësu tepër. So është një vërtet e madhe. Ajo për cilin duhet mu shqetësu është për çështjen e marrëdhënieve që kena ndërtu në këtë jetë. Sepse marrëdhëniet vlejnë, ato relacionet e bukura të dashurisë vlejnë, ato gjërat të cilat kanë jetë për mbrana vlejnë, ndërsa gjërat të tjera nuk kanë efekt për asnjë. Nuk vlejnë për asgjë. Tona mesin kënaj. Nuk marrim asgjë me veti, për sa i përket marrinave të kësaj bote. Marrim me veti atë çështën e asaj dashurie që te i kalon te tona, që i mizotnon te tona, që fiton mbi te tona. Njat nuk e lam kurrë kënaj. Ajo është pasunia më e madhe. Dashuria që kena fal, dashuria që kena marr, janë mjetet që na çojnë në praninë e Zotit e na bojnë mundi hyjnor përballë Tij. Lum kush din me dasht në këtë jetë. Lum kush din me dasht.